Këtu është horoskopi i diel 5 tetor 2025. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Disponueshmëria juaj lehtëson dashurinë dhe miqësitë. Ju jeni në formë të shkëlqyeshme fizike sot. Demi. Situatë rinovimi, një njeri i dashur po ju ndjek. Do të keni mundësinë të arrini më shumë se sa mendonit në çdo fushë, falë qëndrimit tuaj të butë dhe aftësive tuaja. Binjaket. Ditë e rëndë, nervoze, në të cilën është e vështirë të mbash kontrollin, në mbrëmje kthehet pak qetësi. Dikush ju akuzoi se keni qenë më pak të pranishëm ose ndoshta keni krijuar probleme. Në dashuri, ju jeni ai që ngre bujë. Gaforja. Në këtë moment perspektivat e mëdha, ose të paktën lajmet e mira janë në dispozicion. Shpjegime më të lehta në dashuri, pak kthim qetësie. Luani. Ditë e lodhshme, por rezultatet janë pozitive, në marrëdhëniet me Virgjëreshën dhe Peshqit ka tensione të vogla. Ju dëshironi të jeni me të tjerët, dashuri të reja të dyshimta. Virgjëresha. Zemra jote po rreh fort. Mos dëgjo vetëm racionalitetin, sepse në dashuri instinkti fiton dhe ndonjëherë përpiqesh ta mbyllësh edhe atë. Është e nevojshme të shmangni zemërimin, sepse në këtë periudhë është kundërproduktive. Peshorja. Pjesë të qiejve të kthjellët alternojnë me momente turbulencash të vogla. Në dashuri është e nevojshme të përfitoni nga situata. Akrepi. Ndonjëherë ju sulmoni partnerin tuaj pikërisht sepse e doni atë. Ka të ngjarë të ndiheni shumë të lodhur këto ditë, nuk është e lehtë të rikuperohet. Shigjetari. Duhet të mendoni për paratë edhe nëse nuk ju pëlqen të mendoni për çështje materiale. Tani ju duhet më shumë sinqeritet. Eliminoni ata që ishin të pabes në të kaluarën ose do të riktheheni. Bricjapi. Nëse mendoni se kush nga shikimi juaj ju ka lënduar në të kaluarën, rrezikoni të mos e vendosni veten më në vijë, duke e kaluar kohën tuaj duke u ankuar. Ujori. Është më e lehtë të takohesh, të përjetosh emocione. Forma fizike është në një gjendje të tonifikuar, shpresojmë të forcohet nga dëshira për të luajtur sport. Peshqit. Skena pozitive që do të mund ta menaxhoni me vendosmërinë tuaj të zakonshme dhe një prekje imagjinate. Nëse keni një njeri që ju pëlqen ose nëse dëshironi të takoni dikë, do të jetë koha më e mirë për t'u përfshirë. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi së shpejti.